Në 1989, pas më shumë se 28 vjetësh ndarje, muri i Berlinit u rrëzua duke shënuar një nga momentet më të rëndësishme në historinë e shekullit të 20. Muri i ndërtuar në vitin 1961 nga Gjermania lindore dhe Bashkimi Sovjetik simbolizonte ndarjen e thellë mes lindjes komuniste dhe perëndimit demokratik gjatë luftës së ftohtë. Rënja e tij hapi rrugën për ribashkimin e Gjermanisë dhe përfundimin e regjimeve komuniste në Europën lindore. Ky moment përfaqësonte shpresën për liri, demokraci dhe bashkim duke nxitur ndryshime të mëdha politike dhe shoqërore në të gjithë botën. Në përkujtim të kësaj ngjarje kujtohet rëndësia guximit, dialogut dhe aspiratat për liri që sfiduan çdo murndarje. Muri i Berlinit u ndërtua nga Gjermania lindore komuniste dhe Bashkimi Sovjetik në 1961 për të ndaluar largimin e punëtorëve të aftë dhe intelektualëve lindor gjerman drejt Berlinit perëndimor, një enklavë urbane administruar nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Franca. Në 1980 ai u bë simboli i marrëdhënieve të tensionuara mes lindjes dhe perëndimit gjatë luftës së ftohtë, si dhe një simbol i qëndrueshëm i shtypjes sovjetike. Në 12 qershor të 1987, presidenti amerikan Ronald Reagan mbajti një fjalim të konsideruar historik pranë murit përpara portës së famshme të Brandenburgut në Berlin, që u konsiderua dhe si fjalimi i fillimit të fundit të murit të ndarës mes dy Gjermanive. Stands a wall that encircles the free sectors of this city, part of a vast system of barriers that divides the entire continent of Europe. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization. Sekretari i përgjithshëm Gorbachev, nëse e kërkoni paqe, nëse kërkoni prosperitet për Bashkimin Sovjetik dhe Europën lindore, nëse kërkoni liberalizim, ejani këtu në këtë port. Zoti Gorbachev, hapeni këtë port. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Zoti Gorbachev, rrëzojeni këtë mur. Ishte kjo një pjesë e fjalimit të famshëm që më pas çoi edhe në ndryshime të mëdha rrëzimin e murit të Berlinit dhe bashkimin e dy Gjermanive.